qëllimi i lëshimit të këtyre 2 raketave ndaj këtij objektivi, i cili ekziston është 4000 kilometra larg Iranit. Po. Nuk është bërë për të treguar dëm, për të bërë dëm fizik. Është bërë për të treguar dëm psikologjik, politik dhe gjeostrategjik. Në 3, pra, e para dëmi psikologjik ka të bëjë me bazën që edhe ajo bazë që ti mendon se e ke të sigurt, pra 4000 kilometra larg, nuk është e garantuar, nuk ka siguri, sepse raketat iraniane mund të mbrinë. Sepse deri më sot Irani e kishte të përcaktuar qartësisht që të mos lëshonte raketa mbi 2000 kilometra. Po. Po e kishte këtë. Me vrasjen e Ajetollaut ka ardhur zëvendësi i tij. Dhe zëvendësi i tij si duket e ka hequr këtë vendim, pasi nuk ishte fatva, po ishte vendim. Dhe Khorramshahr 4 e vërtet që e kishte 2000 kilometra, pra siç ishim ne aty. Khorramshahr 4 është 2000 kilometra, por këto 2000 kilometra Khorramshahr 4 i bënte me një peshë me një peshë koke, pra koka eksplozive, ishte 1600 kg. Dhe në këtë moment, në rast se kësaj 1600 kg i heqim 1000 kg, pa e lëmë me një kokë 600 kg, atëherë kjo mbrin 4000 km, pra e shton edhe 2000 km. Mund t'i çojë edhe po, pra sepse ulet pesha, në moment që ulet pesha, shtohet largësia. Në moment që ti shton peshët, reduktohet largësia e vajtjes. Sepse është çështje e fuqisë shtytëse të raketës, shtytëse të karburantit që duhet për të djegur për një raketë. Pra është njësoj si puna saj ti e mbush makinën me ose e mbush makinën me karburant, por llogaritet për një peshë, për shembull 200 kg, në rast do të vendosësh 400 kg, atëherë ky karburanti nuk do të çojë 100 km, por do të çojë 50 km. Sepse do harxojë më shumë. Pra, kjo është logjika edhe në këtë rast e kësaj raketës, e kësaj rakete. Khorramshahr 4 çfarë rakete është dritan? Për se ata që na shikojnë është raketë balistike me rrezet të mesme veprimi. Balistike është që kalon në atmosferën? Po, kalon në atmosferën. Pra me rrezet balistike e kalon atmosferën dhe hyn sërish në atmosferë. Me një trajektore eliptike, pra trajektore është eliptike, në këtë moment kjo ka shndërruar nga raketë me rrezet mesme veprimi në raketë me rrezet gjatë veprimi, sepse kur hynte pra mbi 3500 km është me rrezet gjatë veprimi. Që do të thotë? Pra, do të thotë që iranianët edhe me raketat Khorramshahr 4, po pasur nevojë për raketat reja, mund të mbrin objektiva deri në 4000 km. Pra, e para është shoku psiqik që krijon në aspektin që ti bazën, edhe atë bazë që mendoje se e ke të sigurt, nuk e ke të sigurt. Pra, çdo lloj baze, jo vetëm në rajon, po edhe në Oqeanin Indian, edhe për te, pra nuk është e sigurt. E dyta, kjo raketë është lëshuar për nevoja politike, pra për nevoja politike për të treguar Evropës, për arsye se Evropa vendosi që ne do të dërgojmë anije për të hapur gjirin e Hormuzit. Dhe në moment që ti lëshon atëherë lëshimin ndaj kësaj baze, duke qenë pse është zgjedhur Diego Garcia, se Diego Garcia është bazë angleze e cila i është dhënë në përdorim amerikanëve. Për të treguar gjithë vendeve të NATO-s që janë në përkrahje të këtij agresioni nazifashist ndaj Iranit, që aktualisht Irani ka kapacitete të mbri çdo lloj baze ushtarake të tuajën në Bashkimin Evropian. Për bëhet fjalë pavarësisht është Diego Garcia. Pavarësisht është Diego Garcia, pra është zgjedhur Diego Garcia për të treguar Bashkimin Evropian që neve mbrim në çdo lloj, pra siç e shihni po. Pra kjo është rrezja e kësaj që në Londër çdo lloj baze ushtarake të vendeve të NATO-s në Bashkimin Evropian është e mbritur dhe asnjë vend i Bashkimit Evropian, as edhe një vend i Bashkimit Evropian, përfshi Anglinë e gjithë me përjashtim të Gjermanisë, e cila ka vetëm një kapacitet të vogël të limituar, e ka marrë vjet nga Izraeli një gjysë aerodromi, nëse e mbani me kemi diskutuar këtu, kanë marrë një ajo, po edhe ajo ka një kapacitet të limituar 36 raketa, pra nuk ka shumë. Duket se e kemi diskutuar, po. Kurse gjithë pjesa tjetër e Evropës nuk ka asnjë lloj kapaciteti për të mbrojtur nga raketat iraniane. E kanë zero. Dhe pra, nëse niset raketa mbrin dhe nuk ka, pra ai që do të godasë një bazë nuk do të nisi 2 raketa, apo do të nisi siç ka nisur në fillim 20-30 raketa dhe automatikisht gjysmat e tyre do të bien dhe bazën e bën rrafsh. Pra çdo lloj baze ushtarake të vendeve të NATO-s në Bashkimin Evropian është brenda rresës goditjes së Iranit. Dhe ky është mesazhi. Ky është mesazhi dhe pas këtij mesazhi, pra Evropa e mori shpejt mesazhin. Dhe menjëherë Evropa e ndryshoi vendimin. Tha ne do t'i dërgojmë anijet për të hapur për shoqërim në gjirin e Hormuzit, por në momentin që kemi një marrëveshje armëpushimi. Po. Pra e korrigjuan, pra e morën mesazhin shumë shpejt. Kjo është përshtypje Londra, dritan, duke qenë Diego Garcia janë sërish britanisë, ishu i përkatësit britanisë, ishu i Mauritus. Po.
Ka quar një nëndetse bërthamore për Iran, pak në këtë thonin mediat, që t'jem korrekt. Aktualisht, kjo është vetëm një deklarat e mediave, deri tash nuk kemi deklarat nga qeveria britanike ose nga forcat armatosura të Britanisë, për sa herë është diskutuar më parë, edhe më parë është thënë për që do të çonte Britania aeroplan mbajtësen, do të çonte Britania destroyerët, por pra ka thënë shtypi dhe Britania e ka kundërshtuar këtë, kështu që nuk mund të komentoj në këtë, pasi deklarat zyrtare nga Britania për këtë nuk ka. Prandaj po i të riqem saj sepse nuk kemi ç'komentojmë. Nuk kemi ç'komentojmë kur është thjesht çështje shumë saktë. Pra Europa po thua dritan është. Ja, kjo është rrezja, pra shevet. Dhe e dyta është në aspektin gjeostrategjik. Në aspektin gjeostrategjik, kjo raketë tashmë, me këtë goditje, e bën Iranin nga një lojtar rajonal në një lojtar global. Po, 4.000 kilometra. Pra aktualisht, sepse global, sepse ti me fuqinë e vet arrin të godasi qendrat politike të vendimarrjes të NATO-s. Sepse një vendimarrje Shtetet Amerikës ku fuqia saj ushtarake po goditet në rajon, dhe pjesa tjetër është NATO, dhe gjithë NATO tashmë është nën mëshirën e goditjes iraniane. Pra në këtë moment Irani është kthyer në një faktor global. Po, në momentin që ka këtë lloj avantazhi strategjik, patjetër, Europa nuk ka asnjë lloj dritan përveç Gjermanisë. Nuk ka, vetëm 2 vende kanë në Evropë kapacitetet të mbrojtjes nga raketat balistike, por ato e kanë të limituar. Njëra është Gjermania dhe dyta është Rumania. Në Rumani është vendosur sistemi Aegis, atë që kemi shpjeguar një herë. Pra në Rumani, kjo është Rumania, është vendosur sistemi Aegis, por edhe ai sistemi Aegis është vendosur për të mbrojtur bazën amerikane që është këtu. Por sistemi është i limituar. Pra, pse është i limituar? Aktualisht, sistemi Aegis që ka, të gatshëm për të lëshuar ka vetëm 12 tuba, pra 12 raketa mund të lëshoj. Njëkohësisht. Pra 12 interceptor. Interceptor. Do me thënë që po që lëshojnë 6, 2 interceptor duhen minimal për të lëshuar, për të rrëzuar një raketë. Pavarësisht se kemi parë në këto ditë, to 22-3 ditë, që për një raketë iraniane Izraeli ka lëshuar edhe 4-5 interceptor dhe nuk ka arritur ta godasë. Pra po ne po marrim atë të thjeshtën që teorikisht, pra marrin bazë teorisë. Teoria e ka 2-1. Pra ajo ka 12 tuba, që mund të lëshojë njëkohësisht 12 raketa. 12 interceptorë të cilët duhet kapin 6 raketa. Por, si thash, në momentin që Irani vendos godasje, atëherë nuk lëshon 6 raketa, po do të lëshojë 60 raketa. Dhe ti ke, dhe koha e mbushjes të këtyre tubave të interceptimit është nga 1 orë deri në 2 orë gjysmë. Pra i duhet që t'i rimbushi këto tuba për të lëshuar sërish. Po. Pra kapaciteti i mbrojtjes është i limituar, pra mund të rrëzosh 6 raketa, po 54 të tjera do të godasin objektiv. Dhe Gjermania ndodhet në të njëjtën fazë. Pra edhe ajo e ka këtë sistem, po e ka të limituar. Pra në të njëjtin kapacitet. Dhe duhet pasur që nuk e mbulon dot gjithë, pra sepse themi është këtu në Rumani. Baza është këtu. Por ama kjo bazë ka të limituar sepse edhe në rast se ti nesër bie edhe 12 tuba të tjerë, edhe 24 tuba të tjerë dhe i vendos këtu. Atëherë këto e kanë kapacitetin e goditjes 50 kilometra. Pra ti mund të godasësh vetëm në këtë rreze, kurse gjithë pjesa tjetër e Rumanisë mbetet e pambrojtur sërish. E qartë. Pra ti nuk ke siç ka Izraeli Aerondom që mbulon gjithë territorin e Izraelit, këtu ti ke vetëm një pikë të caktuar. Pra mbulon këtë pikën. Po territorin e ke bosh sërish. Do ken fatin e bazave që ishin këtu. Absolutisht të gjitha bazat ushtarake të NATO-s në Evropë, në cilin hyjmë edhe neve. Ne s'kemi bazat tona ushtarake nuk kanë asnjë lloj kapaciteti, pra të mos kenë frikë qytetarët se nuk jemi pjesë e shenjestrës, sepse nuk kemi asnjë kapacitet amerikan ose fuqi ushtarake që cilën neve po cënojmë Iranin ose dikë tjetër. Pra ne s'kemi këtë, pra jemi jashtë saj. Por në teorinë e saj çdo lloj baze ushtarake e NATO-s në Bashkimin Evropian në çdo moment pra kapet nga raketat iraniane tashmë. Khorramshahr 4. Kjo realisht në aspektin gjeostrategjik e ndryshon komplet lojën. Jo, avantazhi është i jashtëzakonshëm. Ndërkohë, dritan, ajo që sërish ka ndodhur është rënja e kupolës së çelikët të Izraelit. Natë kaosi është konsideruar ajo e të shtunës ku ka dështuar i gjithë sistemi për të interceptuar raketat
iraniane. Shiko, Edhe në Arat, në Arat edhe në Dimona, dhe Dimona është qyteti ku ndodhet dhe centrali bërthamor, prandaj është. Po i marrim dhe i diskutojmë se... Po, në këtë aspekt kemi një gjë, shumë... Para, unë mendoj që duhet për nevoja të sqarimit, pra për të qenë korrekt. Po. Në sqarimit, nuk kemi dështim të mbrojtjes kundërorë pra të kësaj orëndomit. Nuk kemi dështim. Nuk kemi dështim në aspektin siç mendon njerëz që dështim pra që kjo nuk funksionon. Aerondomi është funksional, por kapacitetet janë të limituara. Tashmë, siç tham, edhe për aerondomi, pavarësisht shtrihet në gjithë Izraelin, kanë mbaruar kapacitetet interceptuese. Kanë mbaruar kapacitetet. Po prap në një aspekt më themi e dështuar. Jo funksionale. Jo funksionale, pra. Gjithsesi. Po, nuk ka funksionuar për shkak se i kanë mbaruar kapacitetet interceptuese. Dhe këto kapacitete interceptuese kanë qenë të limituara vetëm për një luftë 20 ditore, nuk ka pasur më tepër, sepse këto janë raketa që prodhohen shumë rrallë, raketat e tipit THAAD. Amerika prodhon vetëm në Amerikë dhe Amerika prodhon vetëm 90 raketa të tilla në vit. Pra kaq është kapaciteti i prodhimit të këtyre raketave, 90 në vit. Nuk ka më tepër. Ndërkohë Iran sa prodhon edhe raketat Patriot, 600 raketa Patriot në vit prodhon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe këto 600 raketa Patriot në vit janë prodhuar që nga viti 2014 deri më sot. Pra të gjitha këto për 10 vjet, 12, pra duhet kemi që janë të shpërndara dhe në gjirin persik, përfshi dhe Izraelin, kanë qenë diku rreth 5.000-6.000 raketa. Po janë harxhuar në total. Duke mbrojtur përfshi në të gjitha bazat amerikane, sepse Amerika ka diku rreth 17 deri 20 baza. Dhe të gjitha kanë qenë në mbrojtjen e këtyre, sepse të gjithë vendet e gjirit persik, pra me përfshirë Iranin, të gjitha përdorin sistemin Patriot. Dhe përdorin këtë sistem raketash për të mbrojtur. E qartë, pra, e qartë. Në moment që ti harxhon këto, e mbingarkon, pra është mbingarkuar në fillim, ato që thoshim për fillimit që Irani ka lëshuar në fillim valë të madhe dhe pastaj ka ardhur duke reduktuar valën. Pse? Sepse ai që lëshon, edhe ai që e shef se ti kur unë të lëshoj 100 raketa, ti nga këto bllokon ta zëm 70 ditën e parë. Të lëshoj nesër pra 100 raketa ti prodhon 60, të lëshoj pas nesër 100 raketa ti prodhon 50. Atëherë nuk kam nevojë të lëshoj më 100 raketa, po do të lëshoj 70 raketa që ti duke ditur që në ditën e katërt do mbrosh 14-30 do mbrin. Pra në këtë aspekt, prandaj vjen duke u reduktuar numri i lëshimit të raketave, sepse detyra të vjen duke u reduktuar numri i interceptorëve. Dhe në moment që ty të reduktohet totalisht numri i interceptorëve, atë vim në pikën që është Izraeli që nuk ka më interceptor për të. Kjo nuk do thotë që Izraeli është zero me interceptor. Jo, Izraeli ka aktualisht interceptor, por ata interceptor që ka mund të ketë diku të rreth maksimumi 100-120 cop aktualisht mund t'i kenë mbetur tashti, të cilat i ka të detyruara t'i ruaj për objektiva strategjik, për të ruajtur objektiva strategjik, të cilat ajo i konsideron si objektiva strategjik. Do thonë juve që Dimona është objektiv strategjik. Po, por do të kemi një parasysh, nuk është goditur reaktori. Jo, do dalë këtë Dimona, Dritan, se Dimonën e kam veç. Po, unë pash që do hapet, lexova, se unë flas për media, nuk flas zyrtarisht në kuptimin e... Por lexova që në media po thuhet që do hapet një hetim për shkak se kanë dështuar interceptorët. Pra, domethënë ka pasur pasaksi në Arad dhe Dimona. Atëherë do të kemi shikosh. Unë jam gabim, po i referohen vetëm medias. Po, ajo që thot media normalisht është një deklaratë që ka bërë zëdhënësi i ushtrisë izraelite. Pra, është e vërtet. Deklaratë zyrtare. Deklarata është e vërtet, por deklarimi është i rrem. Pra, deklarata është bërë nga zëdhënësi zyrtar, por deklarimi është i rrem për arsye se po mundohet të mbuloj mungesën e interceptorëve dhe mungesa e interceptorëve tash po themi që pra interceptor kemi, po na kanë dështuar. Pra diçka ka ndodhur që ka dështuar. Sepse po të thuash s'kemi më interceptor, atëherë paniku në Izrael do të ishte shumë herë më i madh se sa çdo goditje raketore e Iranit. E qartë, e qartë. Dhe do thoshte në rast se ti pranon që s'kemi më kapacitete të mbrojtjes raketore, domethënë që ti po kapitullon. Ky është kapitullim. Prandaj për mos pranuar kapitullimin, duhet të sajojmë një lajm tjetër për këtë punë. Ndërkohë, Dritan, në Arad dhe në Dimona, tani kjo puna e Dimonës, sepse Dimona duhet dim që është një qytet shumë i rëndësishëm, jo për vendin, po për shkak se aty ndodhet centrali bërthamor i Izraelit, çka është një objekt i sigurie
domethënë i sigurisë së jashtëzakonshme. Po, pra goditja në këtë qytet është një objekt strategjik, goditja në Dimona ka ardhur si kundërpërgjigje e goditjes që Izraeli bëri Natanzit. I bëri Natanzit, po edhe i bëri kryesisht Parsit, pra atyre gazit lëngshëm. Gazit lëngshëm dhe vendit ku përpunohet gazi lëngshëm pa fushat më të mëdha të gazit që ka Irani, Pars, që janë fushat Pars. Dhe si kundërpërgjigje e saj ka ardhur, pra për të treguar që në rast se ju konsideroni të dëmtoni objektiva strategjik energjetik të Iranit, edhe neve kemi kapacitet të godasim objektivat tuaj strategjik. Pra në këtë moment kemi një goditje të kalibruar të Iranit. Kjo do thotë që komanda dhe kontrolli i forcave të armatosura të Iranit në nivelin më të lartë hierarkik nuk është cënuar ashtu siç pretendon Trumpi, Netanyahu edhe gjithë ata që ju vinë pas këtyre, pra që mbajnë nison e kësaj gjëje. Të gjithë që u mbajnë nison me Exet me në gjithë botën, që u mbajnë nison këtyre. Sepse kemi momenti që ti godet një objektiv strategjik, siç është Dimona. Nevralgjik për Iranin. Atëherë do të thotë kjo, atëherë goditja e këtij objektivi, sepse ky objektiv u godit në ditën e 21, nuk u godit në ditën e parë. Në rast se objektivi do të goditet në ditën e parë, atëherë mund të thoshim që komandat, të cilat janë të shpërndarë, secili ka me kokë vetë ka goditur këtë. Po kemi në ditën e komandat iraniane, ai mozaiku, do flasim sot. Po jemi në ditën e 21. Në ditën e 21 që është bërë kjo goditje, domethënë që vendimarrja është politike, pra është vendim strategjik. Goditja e një objektivi strategjik është vendimarrje e nivelit politik, sepse vetëm niveli politik ka kapacitetet të marrë dhe të japi vendime për goditje strategjike. Dhe këto goditje strategjike, pra, është marrë vendimi për goditjen e Dimonës. Atëherë kur merret vendimi për goditjen e Dimonës, atëherë ky nivel i lartë politik ja ka kaluar këtë shtabit përgjithshëm. Shtabi i përgjithshëm domethënë ekziston. Dhe shtabi i përgjithshëm e ka përkthyer këtë vendim politik strategjik në vendim e ka përkthyer në operacion preciz të nivelit taktik, sepse pastaj goditja është bërë taktike, kemi një nivel goditje taktike. Pra është goditur një objektiv strategjik në aspektin taktik, sepse vetëm ke lëshuar një raket atje. Dhe vetëm një raket ka goditur. Vetëm një raket. Po vetëm një raket ka goditur. Prandaj mbetet në nivelin taktik. Pra, zakonisht kemi, pra në aspektin operacional përkthehet, pra ti bën një veprim në nivelin taktik, i cili përkthehet në nivel operacional dhe niveli operacional përkthehet në nivel strategjik. Kurse tashmë ka ndodhur kundra, pra vendimi është strategjik, është përpunuar nivelin operacional dhe është bërë goditje nivelin taktik. Pra kjo tregon që zinxhiri dhe hierarkia komanduese e Iranit janë të paprekura dhe të pacënuara dhe tepër funksionale. Çka hedh poshtë pretendimin. Pikërisht hedh poshtë pretendimin dhe tregon që ti ke sepse që Irani po vepron në bazë të një përshkallëzimi, pra shkalla e përshkallëzimit. Që Irani po përdor, po ecën në bazë të përshkallëzimit që bëjnë agresorët. Pra Irani po i thotë në rast se ju aty ku ju do të sulmoni, unë do sulmoj. Pra atë që ju do sulmoni, do ta sulmoj edhe unë. Dhe kjo tregon deterencë të strukturuar. Pra kjo nuk tregon kaos, nuk tregon humbje, nuk tregon dorëzim, po tregon deterencë të strukturuar. Qartësi. Absolutisht. Dhe përshkallëzim të kalibruar. Pra kemi përshkallëzim të kalibruar. Pra unë e kalibroj përshkallëzimin në bazë asaj që do bësh ti. Nuk jam në kaos, nuk jam në panik që unë të godas gjithçka. Jo, atë që ti të godasësh, unë do të ta godas edhe ty. Pra ky është përshkallëzimi i kalibruar. Dritan, sa e përfshirë është fjala vjen pa kalojmë një sekond, pra se folëm për Dimonën vetëm një sqarim. Nuk është goditur centrali bërthamor, është goditur një objekt i cili ndodhet 3 kilometra larg centralit bërthamor, dhe ajo që është goditur është një objekt i rëndësisë së veçantë në aspektin e centralit bërthamor, pasi është goditur qendra shkencore e Dimonës. Është hera e dytë që Irani shkatërron Izraelit një qendër shkencore. Herën e parë në luftën 2 meditor i shkatërroi qendrën shkencore Weizmann. Qendra shkencore Weizmann, një godin 12 kaçe në Tel Aviv me një raket Koramshar, u bërrafshë gjitha dhe aty humbi çdo lloj përpjekje, zbulimi, çështje të shkencës, të mjekësisë, gjithçka. Dhe e dyta ishte kjo qendër e rëndësishme shkencore për nevoja të Dimonës dhe për nevojat të nuklearet që ka Irani. Dhe me këtë raket i shkatërroi vetëm këtë qendër shkencore të Dimonës. Pra, do thotë që edhe objektivi, Irani ka një ori të sakta për vendosjen e objektivave dhe ka qenë precize goditja. Po, Dritan, duhet ta themi që Dimona në rast se goditet mund
prodhoi. Absolutisht, prandaj tham Irani aktualisht është duke përshkallëzimi I Iranit është I kalibruar, që tregon që është funksional shteti dhe hierarkia